përfundimisht, sepse ti mund t'i hedhësh dhe mund t'i hedhësh asfalt, por ai prap do t'a prish sepse do rregullosh shtratin e tij. Dhe në këtë mënyrë ka shpresë nga ana gjeologjike dhe geomorfologjike që ato rrugët që kanë qenë më përpara të krijojnë nyje për ta lidhur dhe për të gjetur zgjidhje alternative dhe për ta ulur dhe atë periudhën e pritjes, sepse ky është si një tumor, domethënë kur dikush parashikon prognozën ose jetëgjatësinë, si parandalohet kjo gjë duke frenuar ose duke luftuar në thonjza tumorin e kësaj gjë që janë kompanitë që kanë abuzuar dhe kanë sjellë në këtë gjendje, që nuk kanë transportuar në landfille. Dhe këtu të gjitha institucionet duhet të jenë vigjilente, sepse vigjilenca është dhënë, sepse kjo është një situatë emergjence kombëtare, tani që janë bllokuar transporti, por për të shpërtuar atë pjesë të lumit që ka mbetur. Ndërkohë, kemi parë disa video që tregoni dhe përpjekje për devijim të rrjedhës së lumit. Do të jetë kjo e mundur dhe për çfarë mund të shërbejë aktualisht? Thjesht për hapjen provizore? Kjo devijim që ishte edhe sot në media është një segment këtu, për shembull shohim një erozion që po merr shtëpitë që në pamjen që sapo kaloi. Kjo rrjedhë është provizore sa për të gjetur ato që ju përmendët pak më parë, rrugët e vjetra dhe për gjetur ato nyjen se si mund të bëhet kalimi përmes shkumbinit. Sepse e gjithë zona atje shkumbini është si arteria e gjakut, ngado që ta rrotullosh, ngado që të shkosh, shkumbini do kaloj përmes tyre dhe duke qenë se ai tani po përpiqet në atë fazën e rigjenerimit që të rregullojë shtratën dhe sedimentet që janë marrë, që mund të marrë shumë kohë, duhen që këto leje që janë dhënë të rishikohen edhe të ndalohen. Këto pamjet çfarë tregojnë? Këto pamje janë në hyrje të tunelit, në hyrje të librazhdit. Tu ka dëmtime? Apo ka dëmtime, se mund ta shohësh ngjyra e lumit është balë të kuqe flak dhe nuk ka rënë shi ato ditë. Domethënë janë thjesht ato kompanitë që kanë bërë ato grëmime dhe po ti shikosh lumi nuk ka bimësi, nuk ka pemë, çdo gjë është marrë dhe aty janë thjesht në buzë lumit shef sedimente, shef domethënë inertet e hedhura dhe të mbledhura dhe shtrati duket i shkatëruar. Pra është shumë e qartë nga pamjet që mund ta shikosh që gjitha që duket dheu i kuq, domethënë në gjuhën e gjeologëve dheu i kuq është kur ngacmojnë shtresat poroze të lumit, se ajo është e gjithasë sfungjer dhe uji do të depërtoj gjithsesi dhe siç e shohim që lumi ka filluar tani që të mbush ato këmbët e malit që janë shkëputur, që janë gërryer, që janë bërë këto urat që ne shohim. Pra, kjo pamje tregon rrugën e re apo punimet që janë bërë në rrugën e re. Në tunel është segmenti Mirak Librazhd, në hyrje të Librazhdit. Dhe kjo pjesë që praktikisht kjo pjesë nuk do të jetë më funksionale apo pjesa përpara nuk do të jetë. Kjo pjesë do bëhet si në Dragosturin, do ikë. As kjo nuk është stabile, përveç pjesës së tunelit që është në mal, gjithë kjo pjesë, domethënë nuk jam optimist për ato që shoh, për ato që tregojnë studimet. Mund të shohësh edhe e shikon të gjitha dheu në zhavore, më thënë janë hedhur direkt në lum, që kanë sill atë fryrën e lumit. Më thënë një pjesë janë gërmuar, një pjesë janë kështu. Situata është me të vërtet kritike, por le të na shërbej kjo që këtë tutje dhe për projekte të tjera, por dhe të shpëtojmë ato që ka mbetur nga lumi shkumbin. Duke jetuar atje, duke parë në terren edhe gjitha zhvillimet e ardhura, e duke analizuar në farformë edhe me syrin tuaj profesional të gjitha këndet që ju keni mundësinë dhe informacionin, kjo situatë do të nuk dia se si ta formuloj pyetjen tani se jam i sigur që çdo pyetje do më rrëzohet, por le të jemi pak optimist nëse do ta tjetërsoj disi dhe të ardhmen e zonës e të banorëve. Flas për situatën kryesisht të investimit të rise. Po, ne nuk kemi kundra investimit, ne duam që investimet të bëhen, të lidhen rrugë, të lidhen qytete, të lidhemi me vendet e rajonit, me Maqedoninë e Veriut, me Serbinë, jemi krenar për projektin e NATO-s Korridorit të 8, por kjo nuk mund bëhet në kurisë të banorëve lokal. Për shembull, ne kishim mbi 17 lloje peshqish dhe unë mbaj mend kujtimet e mia që e vogël që dilja me timat fundjavë peshkoja, unë ka 5 vjet që kur kjo rrugë ka filluar që nuk sheh më peshq në Librazhd. Biodiversiteti është pothuajse shkatruar. Po të mendojmë për jetën natyre, Librazhdi është qarku Elbasanit është i dyti në Shqipëri që ka më shumë fshatra dendësi dhe të gjithë fshatrat
furnizojmë me lumë shkumbim për të vaditur ato tokat bujësore. Dhe ne nuk kemi më tregje për prodhimesh, nuk kemi më zazavate të freskëta, sepse lumi është shkatruar. Më përpara ka qenë problemi i hidrocentraleve, rreth 104 lei për hidrocentrale, për hece. Më thënë, kur luan me natyrën, nuk është se mund t'ja hedhësh paq. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme që letë mjedisore të kalojnë në lupën e ekspertëve të bëjnë gjërat me një ndërgjegje mjedisore për të shpëtuar të ardhmen e banorëve, që ata të rinjtë aty të shohin një të ardhmë në turizëm, mos ta lënë vendin e tyre. Por ky është vetëm fillimi, sepse siç e thash, lumi shërben edhe për parkun Shëbenik Jabllani, që është zonë e mbrojtur. Zonë shumë e preferuar edhe në turizëm. Për shpendët, për gjallësat që janë në rrezik zhduke, rrëshebullin, por edhe për ato që ai do sjell tani në Adriatik, megjithëse nuk mund të jenë tani në vazhdim në muajt, ju do shihni të gjitha ato sedimentet dhe inertet që janë hedhur, ai do të transportojnë që do të Vjakës deri në Durrës. Faleminderit.